Mirë, për i kthehemi në studio të ndëruar shikues dhe ju dini që gjithmonë me shumë qejf, me shumë krenari flasim për sukseset e të rinjve tonë, njerëzve tonë, kudo që ata jetojnë, edhe realisht po themi vazhdueshëm edhe gjenerata që tashmë po rritet ose kanë shkuar në këtë rast si Vjosa që ka shkuar, si më thon pas fakultetit, por që ka rritur vërtet një nivel jashtëzakonisht të lartë, edhe ne me shumë qejf tregojmë për sukseset e tyre. Desha me të ta përmendoj fjalin që edhe shqiptarët që po jetojnë nëpër Gjermani, Zvicër, nëpër Evropë, Amerikë, kudo qoftë, tashmë është gjenerata e dytë, e tretë dhe vërtet janë jo vetëm të integruar, po me shumë përgjegjësi nëpër vendet ku jetojnë, sepse mundësit tashmë i kanë, nuk janë ato mundësit e mëhershme. Vjosa Blaka është vërtet një histori e suksesi, ka shkuar si e re është ende shumë e re, po nga Kosova kuptimin sapo i ka përfunduar studimet themelore, ka përfunduar studimet master, edhe doktoratën para pak ditësh atje, më njëherë më pas ka nisur punën në një prej instituteve ose institutin realisht më të madh shkencor në Gjermani. Tregojmë sigurisht për detajet. Mirëmëngjesi, se erdhe. Apo na tregon fillimisht pasi që hyre edhe në detaje agroni rrugtimin tënd dhe si vendosëm me shku në Gjermani, pse? Patjetër. Unë kam përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin e matematikës, drejtim 4 vjeçar aso kohë, edhe në vitin e fundit kisha dëshirë me vazhdu studimet master jashtë Kosovës. Fillimisht kam pasur me shku në Zvicër, po për shkak se kanë qenë një shumë e madhe të hollave që është dashme i pasur me shku në Zvicër, edhe nuk ka pas ndonjë mbështetje financiare prej shtetit, edhe pse kam kërku, atëherë kam vendosur me shku në Gjermani, edhe Gjermania ka ofruar bursa më shumë se Zvicra. Kam shku në Gjermani me anë të bursës DAD-s, që ka qenë bursë për studime master. Unë kam shku në Universitetin Teknik të Münichot, aty kam përfunduar studimet master në matematikë, edhe në vitin e fundit, kur e regjistrova temën e masterit, profesorin pyeti nëse isha interesuar për doktorat. Edhe unë patjetër isha interesuar me vazhdu studimet më tutje, edhe në këtë mënyrë përfundova në studimet e doktoratës në Universitetin e njëjtë, me ndihmën e një granti ose fellowship prej Institutit të Max Planckut për kuantik optike. Quantum optics, optik kuantike. Tani e sarojmë në aman detaje që e kemi kjo, e përkthejmë. Do më thonë, kjo ka qenë rrugtimi pak a shumë. Për me studiu jashtë kuptohet, është jashtë standardit të Kosovës, mirë po me anë të bursave, edhe me ndihmën e prindve, edhe më vonë edhe me ndihmën e shtetit, për shkak se shteti vitet e fundit ka jap disa bursa për studentët jashtë vendit, arrita me i përfundu me sukses. Shumë mirë. Edhe shumë interesante, se na e the pak ma herët që ke përfundu me 26 diçka mars, edhe me njerë në 1 prill ke nisë edhe punën në këtë institutin që është vërtet gjigant, më i madh i shkencor në Gjermani, po te studimet po du me ndalë edhe njerë. Sa të ka ndihmuar Universiteti i Prishtinës, se nga njerë kemi përshtypjen se jemi pa drejt kritik shumë ndaj vendit tonë. S'po na ofron kur gjë, janë mundësitë e pakta, nuk mësojmë kur e të tjera si këto. Pra, ti sa ke pas një bazë të mirë prej shkollës Kosovës dhe prej fakultetit Kosovës për më vazhdu mandej studimet atje. A varet shumë prej ambicjes personale? Varet shumë prej ambicjes personale. Kuptohet, unë e kam pas fatin me i pas disa profesor shumë të mirë, që kanë ditë me na motivu, edhe kanë qenë aty kur ne kemi pas nevojë me bisedu, me marrë ndonjë këshill, kritik prej tyre. Mirë po, më varet shumë edhe prej ambicieve tua personale. Ka dallime shumë të mëdha prej sistemit në Universitetin e Prishtinës, edhe sistemit në Gjermani, ku kam qenë pjesë. Unë mendoj që Universiteti i Prishtinës, saktësisht Fakulteti Matematikës, unë kam qenë, është një fakultet shumë i mirë, mundesh me mësu shumë, mirë po natyrisht ka dhe vend për përmirësime. Janë dallojnë shumë çështash si sisteme në Universitetin Teknik të Münichut, sistemi që është ligjerohet, edhe si janë provimet fund, si janë konsultimet me profesor, dallon shumë prej Universitetit të Prishtinës. Është gjithçka më e thjeshtë, më e lehtë. Unë mendoj se është më e thjeshtë. Mendoj që është më e thjeshtë. Qasja me profesor po ashtu shumë e thjeshtë. Unë kam ende familjar edhe shoqëni që janë në Universitetin e Prishtinës, edhe fatkeqësisht nganjëherë disa profesor mendoj që nuk sillen shumë me rregull me studentat. Diçka që ka mujt me vrejt është fakti se kur përfundohet një provim, edhe dalin rezultatet, atëherë çka kërkohet është që ne me shku edhe me pa çka kemi punu në provim,
jipet edhe qelsi zgjidhjeve, edhe mundesh me i krahasu, edhe mandej mundesh me bisedu me profesorin. Mirë po fatkeqësisht në Universitetin e Prishtinës ka profesor shumë të rregullt në punën e tyre, mirë po ka dhe profesor që të vjen me prit me orë të tëra, edhe që kanë atë arrogancën, mbyllë dera dhe nuk i kur farë mundësie me pa provimin. Dëgjoj shumë storje, sidomos në fakultetin e mjekësisë, fatkeqësisht. Nëse një gjë e tillë kishte ndodhur në Universitetin Teknik të Myniut, atëherë profesori rrezikon me humbë dhe vendin e punës për një sjellje e tillë. Për shkak se janë organet ku mundesh me shumë me u anku, edhe fatkeqësisht në Universitet Prishtinës, pak në fakultetin e matematikës, nuk e di që ka qenë një pjesë, një ku në komujt më shku edhe mu anku, edhe ankesa ime është marrë parasysh. Okej, shumë mirë që e the këtë. S'ka ndodhur asnjëherë, a? Me u marrë parasysh. Nuk e di pse është kjo qasje kështu. Është një arrogancë e pashpjegueshme, po s'ka nevojë. Po, sepse studentët krejt çka kërkojnë është me çfarë e diçka. Edhe kjo e konsideroj që është e drejtë nuk është ndonjë farë kërkesë që dikush nuk mundet m'ia plotësu. Unë pikërisht mendoj që shumë studentë demotivohen kur ka një përballje të tillë me profesor ose asistent që është jashtëzakonisht shumë e parregullt, absurde, edhe kishte qenë shumë e vend nëse kishte ekzistuar një zyrë që i merr parasysh ankesat e studentëve. Ndoshta ekziston, nuk e di. Mirë, po nuk e di sa mirën këto ankesa parasysh. Për shkak se unë dëgjoj gojëdhëna edhe në ditët e sotme, fatkeqësisht për sjellje shumë jo korrekte për profesorëve dhe asistentëve. Unë kanë mendoj që kjo arrogancë, se unë fshihet diçka pas asaj arrogancë. Ndoshta mosdija e njerëzve, e individëve, mungesa e informacionit. Po, sa ballavaçosh e keni farë muri në këtë rast është arroganca edhe që do duhet me ekzistu, do duhet me qenë kjo e te kalume. Ka student shumë të zotë në Universitetin e Prishtinës, edhe mund vjen keq nëse përballen me situata të tilla për shkak se ndikon keq në zhvillimin personal tyre si student. Okej, mirë që e përmendë këto, po besoj që vërtet me reflektu se realisht kemi shembuj shumë mirë, domethënë vjosa, kemi plot studentë që kanë dalë nga Universiteti i Prishtinës dhe tashmë kanë bërë për shumë një prej tyre, ndoshta e fundit jetit, kuptimin që sapo ke dalë me këtë sukses të jashtëzakonshëm. Po rrugtimi çu ka qenë? Ka qenë si thon edhe te doktorata, edhe si thon edhe adaptimi me jetën e re në Gjermani edhe me gjithë atë që të ka prit për gjatë këtyre 9 vjet janë po. 9 vjet bëhen po. Kur kam shkuar atje në fillim për master ka qenë një ndryshim i madh, edhe çdo fillim është i vështirë, mirë po te kalohet edhe mandej fillon me adaptu, edhe gjithë shka bëhet ma mirë. Unë e kom përjetu vetë, fillimet kanë qenë vështira, mirë po me kalimin e kohës, kam bërë shoqëni, e kam kuptu sistemi se funksionon atje, edhe gjithë shka ka qenë e lehtë. Doktorata është udhëtimi doktoratës, për mua unë shumë e kam shiju udhëtimi doktoratës, kam su shumë, kam taku persona që janë të mase të përgatitur në profesionin e tyne, persona shumë thjesht, shumë ditun, edhe që mbajmë kontakte dhe punojmë së bashku në projekte të ndryshme. Si funksionon doktorata jashtë, besoj jo veç në Gjermani, mirë po në shumë shtete të Bashkimit Evropian dhe në Amerikë, është si kontratë pune me universitetin, ata të paguajnë ty çdo muaj që ti me e bë doktorate. Edhe në qoftë se kontrata jote është me universitet, atëherë çka pritet prej teje është edhe me ligjerum. Domethënë termi asistent nuk ekziston atje, mirë po asistentët janë punë që i bëjnë studentët e doktoratës. Domethënë ligjeron, jap ushtrime studentëve, kam kriju provime, kontrollon provime, domethënë gjitha këto janë pjesë e rrugtimit të doktoratës. Unë kam fillu studimet e doktoratës, si që thashë më heret, me një fellowship për Institutit të Max Planckut. Ata i përzgjedhin çdo vit 2 deri në 3 student, prej më shumë se 300 studentëve, prej mbar botës, edhe mundesh me e bë doktoratën me ta për 3 vite. Ke një shumë të saktuar për konferenca, për workshope, fatkeqësisht nuk është shumë e madhe, mirë po, si thashë më herët, janë mundësi që mundesh me apliku për bursa, ose me bë një punë dytësore nga një herë, pse koha nuk ta lejon shumë, mirë po duke i bë gjitha bashk arrihet gjithçka. Vjos, e dim që obligim për gjithë studentët është njerë me mbaru studimit e gjithçka tjetër, por disi agroni e boni shumë të letë, 26 e ke me një prill ke hy, mu do këtë që shumë letë që në Gjermani... Se s'merë frymë pak. Mendoj të që në Gjermani është pak më e vështirë, me gjithë se tash ka ndryshu gjonat edhe shumë jenë letësu gjonat atje. A ka qenë ëndër e jotja me qenë pjesë e institutit?
Patjetër, Instituti Max Planck është një prej instituteve më të mëdha në botë, jo vetëm në Gjermani. Unë në vitin e fundit të doktoratës kam fillu me apliku për postdoktorat, do më thonë, kur përfundon doktorata, fillon si një researcher i pavarur me një grup, edhe unë kam shkuar edhe jashtë Gjermanisë, kam pas oferta edhe jashtë Gjermanisë, mirë po kam vendosur me qëndru për disa muaj më shumë, për shkak se kam qenë duke punu në disa projekte që kam pas qef me i përfundu, para se më vazhdu tutje. Edhe pse kam përfundu doktoratën në fund të marsit, do më thonë unë e kam pas këtë ofertë prej tyre ma heret, se kam fillu me apliku në vitin e fundit të doktoratës. Po, a ka qenë vështirë si hyre atë? Si u bërë pjesë e saj? Në për konferenca, si që thash ma heret, ku e kam prezentu punën time si studente, kam pas fatin me taku profesor prej gjithë botës. Edhe më varet sa atraktiv e gjejnë ata punën tënde që e prezenton. Për fatë mirë, ajo që unë kam punu në doktorat ka qenë për interes për shumë prej profesorve, edhe kemi pas kontakt vazhdueshëm për diskutime, për ide të reja. Në fakt ka qenë e vështirë me zgjedh një prej tyre, për shkak se ka pas shumë oferta, edhe kështu kam vendosur me vazhdu prapë me Max Planck për disa muaj. Okej. Me çfarë merret njerë instituti, nëse mundesh me na përkthy sa më qartë edhe për qytetarët, edhe mandej kjo puna jote në çka është e fokusuar konkretisht? Patjetër. Max Planck Society është si një bashkësi e instituteve, e mbi 80 instituteve në Gjermani, edhe secili institut mirret me diçka konkrete. Instituti ku unë tash punoj është Instituti Max Planckut për fizikën e dritës. Mirë po unë aty punoj në një kombinim të matematikës me teorinë e informacionit kuantik. Unë kam përfundu doktoratën në matematikë, mirë po fokusi im ka qenë teoria e informacionit kuantik. Ndoshta keni dëgju për quantum computers, edhe unë do më thonë kam punu në pjesën teorike të kompjutereve kuantik. Edhe vazhdoj prapë me punu atë. A është interesante puna? Është shumë interesante për mua. Apo na përshkruan pak? Patjetër. Kompjuteret klasik, kompjuteret që i kemi në përditshmëri, janë kompjuter që punojnë duke ndjekur ligjet e fizikës klasike, në sensin që e ruajnë informacionin në të ashtu quajturit bits, që janë një gjendje 0 ose 1. Kompjuteret kuantik në anën tjetër e ruajnë informacionin në të ashtu quajturat qubits, që vjen prej gjuhës angleze quantum bits. Do më thonë, ku përveç gjendjes 0 edhe 1, mundesh me pas një mbi vendosshmëri të atyre. Që shmundi me paramendu është, për shembull, ke një fije shumë të hollë, edhe kjo fije fryhet prej erës. Do më thonë, herë shkon tek 0-ja, herë tek 1-shi. Edhe në fizikë klasike, në kompjuter klasik, ti e din saktësisht a është 0 apo është 1. Në kompjuteret kuantik, ti nuk e din. Mundet me qenë gjithmonë duke lëviz midis 0-s dhe 1-shit, edhe për me ditë se a është në 0 apo në 1, duhesh me e vëzhgu. Do më thonë e bën një lloj matjes, edhe atëherë gjendja prej duke qenë gjithçka në mes të 0-s dhe 1-shit, duke përfshirë edhe 0-n dhe 1-shin, mbetet ose në 0 ose në 1. Mirë po, mbetet me një probabilitet. Do më thonë të nuk e din kur, në mënyrë deterministike, a është 0 apo 1, mirë po e din me një lloj probabiliteti se a është 0 ose 1, ose në me 0 ose mes 1-shit. Do më thonë, kompjuteret kuantik e ka një aftësi marramendse për kalkulime shumë të shpejta, sa kompjuteret klasik. Kur kanë nisi me u përdorë në masata, apo veç për qëllime të tilla studimore? Kompjuteret kuantik janë në zhvillim e sipër. Do më thonë, kompjuteret kuantik nuk janë kompjuter që ne mundim, janë të poseduar vetëm për instituteve shumë të mëdha, si IBM dhe Google, edhe kompjuteret kuantik në ditët e sotme janë kompjuter që kanë vetëm 1000 qubits, edhe nuk mund me realizu shumë, për shkak se janë ende në zhvillim e sipër. Dega e shkencës kuantike, e informacionit kuantik, është degë në zhvillim e sipër, është e mbi populluar ndoshta për momentin, sepse është shumë atraktive edhe shumë persona po i qasen për me studiu, për shkak se besohet edhe pritet që në 20-30 vitet e ardhshme me gjetë aplikacione marramendse. Një prej rezultateve më të mëdha që ka qenë deri më tash është në vitin 1994, që ka qenë një algoritëm që i faktorizon disa numra shumë të mëdhenj, shumë më shpejt se sa kompjuteret klasik. Okej.
Janë shumë të shtrenjtë edhe janë shumë të ndjeshëm. Për shembull me pas... Qa na duhet ai neve? Qa na e lecon ai punën neve në jetën tonë përditshme? Për çka përdoret po? Ku kam e gjetë përdorim? Kompjuteret kuantik nuk mund të posedojmë në jetën e përditshme për momentin. Ata krijohen në kushte të ndjeshme. Do të thonë qubits funksionojnë në temperaturë minus 273 gradë. Do të thonë janë në gjendje duhet me pas një ambient të ndjeshëm që të funksionojnë. Kompanitë shumë të mëdha i përdorin për kalkulime shumë të shpejta. Ende nuk dihet cilat janë aplikacionet e quantum computers, mirë po pritet që me pas aplikacione marramense. Marramense në sensin që në qoftë se një kompjuteri klasik i duhet të themi 10 ditë ose një vit me bë një lloj kalkulimi, kompjuteret kuantik munden me zhvillu një kalkulim të njëjtë në shumë më pak kohë. Ndoshta nëse një kompjuter klasik një vit, kompjuteri kuantik mundet me bë brenda ditëve ose edhe më shpejt. Siç e thash edhe më herët, aplikacionet janë ende në zhvillim e sipër. Okej. Vjos, apo na tregon si është me punu në një mjedis shkencor ndërkombëtar me standarde kaq larta? Unë jam shumë komforte për momentin me punu në mjediset e tilla. Njerëzit janë shumë të thjeshtë, shumë të qashëm, mundesh me i pyet për pyetje gjatë gjithë kohës, për diskutime, mundesh me gjetë mbështetje tek këta, është me të vërtetë shumë e lehtë. Sa e vlerësojmë këtë, që është këtë normale. Është shumë e thjeshtë, shumë e Kemi thjeshtë. kuptimin, po më pak më thoj se marrim të mirëqen. Se ma zguzëm më shku me pyet për gjithçka, se edhe nëse pyet edhe s'o dëshoj. Po më nëse po du me u këtyte ajo, po dhe fëmijët, po pyesin shumë, arsimtari, mësuesi thot, e spjegova njerë ku i pa të vesht. Se thon, edhe mandej fëmiju një herë dy dhe më nguron me pyet sepse edhe mandej i mbyll vesh fare. I mbyll vesh fare. Dhe kjo që po thu qasja shumë e lehtë pavarësisht që bëhet fjalë për shkencëtar të kalibrit botnor. Prej Institutit Max Planck kanë dalë me 10 fituese të çmimit Nobel. A 10? Edhe instituti ku kam punuar si doktorante i ka 2 fitues Nobel në fizikë. Okej. Qa është, Simon, zbulimi, puna ma e madhe, ma e rëndësishme e Max Planckt, Institutit Max Planck? Instituti Max Planck, si që thash, është si lloj bashkësie e shumë instituteve. Se në krenotë, pëse fakti që janë disa çmime Nobel nga instituti... Mundem me folë ndoshta për institutin prej nga kam ardhur unë. Ata miren me fizikë kuantike, domethënë me studimin e kompjutereve kuantik. Edhe së fundmi kanë marrë personat që kanë punu aty, edhe në bashkëpunim me ta, kanë marrë çmimin Nobel për të ashtu quajturin entanglement, që njihet si në gjuhën angleze quhet entanglement, ndërsa në gjuhën shqipe është si ndërlidhje ndoshta, është fjala më adekuate, që lidhet pikërisht me quantum computers edhe me qubits. Domethënë kompjuteret kuantik e kanë një lloj vetije që në qoftë se ki shumë quantum bits, domethënë njësinë themelore të kompjuterëve kuantik, atëherë ndërlidhja ose entanglement bën që në qoftë se ti e bën një lloj matje njërin prej tyre, atëherë të gjithë të tjerët afektohen prej kësaj matje. Edhe pikërisht ndërlidhja e këtyre njësive themelore është një veti që i dallon kompjuteret klasik edhe kompjuteret kuantik. Kompjuteret kuantik munden me bë llogaritje në mënyrë paralele, ndërsa kompjuteret klasik nuk e bëjnë një gjë të tillë. Si mund të kontriboni ju personalisht në shkencën e Kosovës? A ke ndonjë plan ose diçka të tillë? Diçka konkrete? Unë deri më tani mbaj lidhje me profesor në Fakultetin e Matematikës, edhe kam dhënë seminare disa herë. Për shkencën në Kosovë unë kam dëshirë shumë e kontribu, mirë po të them të drejtën nuk e di se si në këto momente. Kur isha herën e fundit në Kosovë, desha të takoj edhe disa persona prej Ministrisë së Arsimit, mirë po fatkeqësisht nuk u zhvillua takimi. Pse? Nuk dëgjova prej tyre, them drejtën. Ajo për çfarë folë më herët? Që i mbyllin dyert, arrogancë. Unë jam shumë e hapur. Ministria e Arsimit ka qenë mbështesë që thash më herët, për shkak se ka dhënë disa bursa. E kuptoj që janë shumë zënë, mirë po unë jam shumë e hapur me kontribu. Çfarë do ishim ju thonë ti atëherë? Hajde po ju themi tash, se na dëgjoj. Ju shkon fjala, po. Patjetër. Unë kam qef me ditë, mendoj që studentat në Universitetin e Prishtinës nuk janë të njohur me shkencat kuantike ose teorinë e informacionit kuantik dhe kompjuteret kuantik. Mendoj që kishte qenë shumë mirë nëse ata e kanë një lloj hyrje në këtë fushë, për shkak se është fusha e së ardhmes.
Kur kam qenë studente në Munich, kam qenë edhe pjesë antare e bordit ekzekutiv të qendrës së Muniut për shkencë kuantike dhe teknologji. Edhe kjo lloj bashkësi është një prej më të mëdhajave edhe në botë për shkencat kuantike dhe teknologji, edhe çdo verë e ofrojnë një muaj për studentët e nivelit bachelor që ata të shkojnë në Munich edhe të njihen prej së afërmi me kërkimet shkencore që ndodhin në Munich. Është një hap shumë i mirë, nëse është dikush interesuar, mund të qenë fizicient, matematikan, inxhinier, kimist, që don me kontribuar në këtë lloj fushë, atëherë është një mënyrë shumë e mirë se si me u qas, edhe me u njoftu me këtë fushë. Unë kam qenë vetë anë pjesë ku i kam kontrollu aplikacionet edhe kam përgjedhë studentë ndryshëm, sepse aplikojnë prej gjithë botës, e kam bërë këtë punë për 4 vite, edhe për fat të keq asnjëherë nuk e kam pas një student prej Kosovës. Ka pas student prej Serbisë, ka pas prej Maqedonisë, Malitzi, asnjëherë prej Kosovës. Unë e dhash edhe një seminar në Universitetin e Prishtinës ku ju tregova për këtë lloj mundësie, mirë po prap nuk ka pas të interesuar, edhe çka dëgjova prej profesorëve është se në qoftë se pranohesh prej tyre me shku atje, kërkohet prej studentit me i pagu vetëm 300 euro. Unë e kuptoj që ndoshta në standardet e Kosovës mund të qenë shumë e madhe. Të gjitha shpenzimet tjera janë të mbuluara prej qendrës në Munich, mirë po një shumë prej 300 euro kërkohet prej secelit student që pranohet aty. Ndoshta mundësi kishte qenë qoftë se Ministria e Arsimit kishte mujt me i mbulu këto shpenzime, për shkak se në fund ditës prej gjithë botës zgjidhen vetëm 30 student. Ndoshta prej Kosovës kishte mirë me qenë 1 ose 2, 3 ose më shumë. Edhe studentët hezitonin me apliku për shkak të shpenzimeve të larta. A mendon që ka potencial? Mendoj që ka Te potencial. studentët e Kosovës, se për shembull nganjëherë shohim edhe në përgara në për aktivitete të ndryshme, studentët e gjitha departamenteve pa përjashtim. Po janë shumë janë shumë suksesshëm, mirë, po. Po, mendoj Edhe në që konkurrencë me universitete shumë prestigjioze. patjetër, pikërisht për këtë mendoj që ka talent. Nuk me atë sa dione në Kosovë nuk është një kurs që bën hyrje në teoritë e informacionit kuantik, mirë po prapë në qoftë se kam pas studentë tjera, atëherë ju japet një mundësi prapë me u bashku edhe me mësu gjalla themelore në një ambient ku je rrethuar me profesor të kalibrit ndërkombëtar, shumë të zot, me gjitha pajisjet e mundshme për shkak se edhe studentët e fizikës që bëjnë eksperimente munden me i pa prej së afërmi se si zhvillohen eksperimentet atje. Edhe studentët që mirën me teori e ka një mundësi të tillë. Kështu që për shembull kjo kishte një lloj mundësie ndoshta me pas një bashkëpunim. Që ti po vetë ofrosh apo me ndihmu. Bravo. Bravo të qoftë. Edhe s'po di çam ju thon aty në që se kontaktojnë në Vjosën. Jo që se kontaktojnë, si hapin as derën. Kjo shkon me i taku ata si hapin derën, thonë se kanë qenë shumë zënë. Jemi takuar. takuar. Na kemi institute shumë prestigjioze këtu, duhet në marrë me punë serioze. Kemi vendosur për një takim, edhe ndoshta nuk është mund të zhvillu takimi brenda derëve sa kam qenë në Kosovë, mirë po. Jam e hapur, siç e thash, kam qef me kontribu, mirë po për momentin nuk e di se si mundem me bëni gjatë të tillë. Mirë, unë po besoj që ata kanë me gjetë një adresë deri te ti. Shumë interesant karriera jote deri tashmë, se ti nuk e di ki ambicie shumë më tepër, po si fillon me studiu për matematikë, mandej i gjen ato rrugë tjera dhe përfundon në diçka që s'po besoj as mendja jote në fillimin e studimeve, e kish imagjinu. As pak, nuk kam pas ide çka është teoria e informacionit kuantik. Kur kam qenë studime. Okej. Po që sa mirë se e ke gjetë vetën, se edhe ma herët edhe me agronin e përmendëm si ka shumë persona që janë shumë talentum, si për shembull në fushën e pikturës, por që nuk e gjejnë vetën tutje ose nuk munden me u adaptu në diçka që ndoshta i kish sjell suksese edhe të ardhura, sepse të fundit gjithë po shkojmë te banka për një gjë të tillë. Por që vërtet është interesant, ndoshta ke mendu mas tepër me çka me qenë, profesoresh e matematikës. Për me qenë profesoresh e matematikës... Atëherë kur keni studime? Po, kur keni... Po, pikërisht. Ata e ke mendu? Për shkak se në Kosovë... A që janë mundësit? Nuk kanë qenë mundësit ndryshme, përveç profesoresh e matematikës, edhe në bank kanë ndoshta asistent. Në Gjermani mundesh me punu, në Gjermani edhe kudo në botë, mundesh me punu kudo që ti do. Me matematikë? Me matematikë, po. Po, sigurisht. Matematikë, fizikë, kimi, gjitha këto. Vitet e fundit mezi po i mbushin klasat me studentë matematikës, ka shumë pak të interesuar. Ka shumë pak, ndoshta nuk e di, po... Nuk është e lehtë, kërkon punë, vullnet, vendosmëri, duhesh me qenë konsistent me punë, nuk është e lehtë. Edhe pak talent duhet me pas, si afinitet të lindur duhet me pas. Duhesh me pas, mirë po mendoj që puna e madhe
arrin me mujt talentin, në qoftë se jemi konsistent. Gjithmonë. Edhe një diçka nështë ta për fund, Vjosa, që është ambicja jote më e madhe, apo po ja lënë se me thonë kohës? Ti vullnetin e ke shumë të madh, punën e ke të jashtëzakonshme, edhe po ja lënë kohës. Edhe mundësit i ka të mdoja, Edhe mundësit e mdoja. Po, a ke një ëndër të madhe që po synon me realizu? Kam qef me kontribu diçka me domethënie në shkencë. Okej. Edhe me ndihmu vendit tim në shkencë. Bravo. A s'muj me zbulu tash diçka? Nuk ka diçka për me u zbulu. Jom duke punu në projekte, në qoftë se një projekt përfundon, atëherë është një rezultat shumë i mirë, edhe mandej shohim ku ajo na çon. Mirë, po jo diçka. Sa mirë që s'po harron vendin, unë pëlqen njerëzit që janë patriot. Se nuk mundesh me dashur askë nëse se don veten në radhë parë. Jo, shumë faleminderit që ke ardhur sot mëngjes. Faleminderit Vjosa, turojmë sukses. Na ke mush me inspirim edhe neve dhe jam i sigurt të plot vajza djem, 33 që na shohin, edhe duhet me ndru shumë, sepse këtë e kemi pa parë të ke fundit. Edhe me punu, jo veç me ndru, po me punu, andrat me ishë ndru në realitet është një punë e madhe. Edhe konsistenca është me rëndësi. Faleminderit.